Përshëndetje dashur miq. Para disa ditësh kemi paraqitur në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkesën për verifikimin e kushteve masës arrestit për presidentin zotin Ilir Meta, padyshim dhe zëvendësimin e masës së sigurimit. Nuk është një kërkesë rutine jona, është një kërkesë padyshim e bazuar mbi prova, mbi fakte dhe në ligj, e cila na ka krijuar bindjen tonë dhe natyrisht na jep mundësinë që të kërkojmë zëvendësimin e masës ndaj presidenti Partisë Lirisë dhe ish president Republikës zotit Meta. Nesër në orën 11:30 është saktuar nga gjykata për të filluar seanca gjyqësore për verifikimin e kushteve të masës sigurimit, padyshim pastaj do shqyrtohet edhe kërkesa për zëvendësimin e masës. Zoti Meta, për sqarimin tuaj, ka prej muajit dhjetor prej datës 20 tetor të 2024 në kushtet e arrestit në burg, pra plotëson nesër plot 8 muaj në kushte paraburgimi, ku akoma ai nuk janë përfunduar hetimet. Padyshim që në Kushtetutën e Republikës, në kodin ton të procedurës penale, por dhe në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut dhe në disa vendime të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut, kjo sjellje, kjo qasje nga organi të akuzës është një qasje e paprecedent. Masa e marrë ndaj zotit Meta është jo proporcionale sepse ai është një lider politik, ai është padyshim ka qenë presidenti i Republikës, kryetar kuvendi dhe ish kryeministër dhe disa funksione të tjera që ka patur në qeveritë e mëparshme. Padyshim që mbajtja e tij në kushtet e paraburgimit ne kuptohet që nuk është një çështje vetëm juridike, është një çështje edhe politike. Ajatullahu i Tiranës Edi Rama padyshim që kontrollon çdo institucion në këtë vend, kontrollon edhe institucionin e organit të akuzës dhe kjo tashmë është një bindje që ka krijuar vetë presidenti i Partisë së Lirisë zoti Meta, por edhe ne avokatët. Natyrisht unë dhe studia jonë ligjore është fokusuar te mbrojtja e tij ligjore dhe jo te pjesa politike dhe padyshim që ne shpresojmë dhe besojmë që zoti Meta nesër të ketë një vendim për ndryshimin e masës së sigurimit. Nuk jemi kundër hetimit, hetimet le të zgjaten, por të zgjaten sa të dojë prokuroria dhe gjykata, por masa e sigurimit arrest me burg është një masë shumë egzageruar, shumë e sforcuar, jo proporcionale dhe bie padyshim ndesh me vendimet e Gjykatës Evropiane të Njeriut, me Konventin Evropian, me Kushtetutën dhe ligjin tonë procedurore penale. Janë vepra penale të cilat mendohet se janë kryer në kohë të largët, nuk ka asnjë mundësi që të prishen provat, nuk ka mundësi për intimidim të dëshmitarëve, nuk ka asnjë mundësi për rikryerjen përsëri të një vepre penale për cilën ai akuzohet, por mbi të gjitha nuk ka asnjë mundësi për largim, sepse nëse do të mendojmë që largohet, atëherë kjo do të jetë provohet nga ana e prokurorisë dhe të bindet dhe gjykata, dhe padyshim që kjo nuk mund të jetë një abuzim me mbajtjen e tij në kushtet e paraburgimit. Kështu që pa ju futur më në detaje, mendojmë dhe besojmë që ndaj presidentit Meta është sot po bëhet një inkuizicion duke përdorur masën e arrestit në burg si një masë ekstreme dhe padyshim si një paragjykim të një dënimi të mundshëm nesër.